Macja dhe Miu na lidhën miqësi. Një mace lidhi miqësi me një mjush, dhe me qënë se mjushi dëgjoi nga ajo shumë fjalë të bukura për dashurinë e madhe dhe miqësinë, guxoi më në fund të jetonte me macen në një shtëpi dhe të ndanin bashkë ekonominë. Ne duhet të mbledhim ushqimet e dimrit, për ndryshe do të vuajmë nga uria, i tha macja një ditë Miut. Ti Miush nuk duhet të guxosh shumë dhe të bredhësh gjithandej se mund të biesh në ndonjë grack. Këshillën e mirë Miushi e vari vat në vesh dhe kështu blen një qyp me dhjam. Por tani nuk dinin se ku ta fshihnin atë. Më në fund, pas shumë vrarje mendjesh, macja tha: "Nuk di asnjë vend më të mirë se kisha. Aty askush nuk guxon të marrë diçka. E vendosim atë poshtë altarit dhe nuk e prekim derisa të na nevojitet." Kështu e dërguan dhjamin në vendin e sigurt, por nuk zgjati shumë dhe maces i hipi nepsi e menjëherë sajoi një dredhi. Prandaj i tha Miushit: "Miushi dashur, kushërira ime ka sjell në jetë një kotele mashkull të bardhë me toptha ngjyrë kafeje dhe më është lutur të jem kumbara e tij në pagëzim. Mua më duhet të shkoj ndërsa ti kujdesu për shtëpinë." Po, mos ki merak, i përgjigj Miushi. "Shko në emër të Zotit e në qoftë se ha diçka të mirë mendo dhe për mua. Nga vera e ëmbël do të gostiteni me rastin e pagëzimit të koteles, do të kisha pirë dhe unë ndonjë glënk me qef të madh." Por nga ajo që tha macja, asgjë nuk ishte e vërtet. Macja s'kishte asnjë kushërir dhe nuk ishte ftuar fare për kumbar, përkundrazi vrapoi menjëherë pas kishës. Hyri në altar, u zvarri deri tek ena me dhjam dhe filloi ta lëpinte e ta shijonte atë. Pasi u kënaq me dhjamin, bëri një shëtitje mbi çatinë e qytetit, këqyri vendin rreth e përqark dhe pasi gjeti një vend me diell, u shtri aty. Fshinte mustaqet sa herë që mendonte për qypin e dhjamit të shishëm, por sa erdhi mbrëmja, mori rrugën për në shtëpi. "Mirë se erdhe, besoj ke kaluar një ditë të bukur", i tha Miushi. "Po, vërtet ishte një ditë shumë e këndshme", u përgjigj macja. "Si ja vuri emrin koteles?" pyeti Miushi. "Nisja", i tha macja pa u menduar gjatë. "Nisja?" u çudit Miushi, "që nga emri i veçantë dhe i çuditshëm. E keni për zakon të vini kështu emrash në familjen tuaj? E ç'të duhet ty?" ja ktheu macja. "Gjithsesi nuk është më i keq se hajdut thërrimesh si quheshin të parët tuaj." Nuk shkoi shumë gjatë dhe macës i hipi përsëri nepsi për dhjamin e shishëm, prandaj ju lut Miut përsëri. "Ki mirësinë dhe më lejo të shkoj sërish, kujdesu për shtëpinë, më kam ftuar përsëri për kumbar. Kotelja e vogël është aq e bukur me një rreth të bardhë në qafe, nuk mund të them jo. Vetëm ta shikoje si është." "Kam shumë dëshirë ta shikoj", tha Miushi. Jo, më kam ftuar vetëm mua", ja preu macja shkurt. Miushi, i mirë dhe i bindur, pranoi dhe macja u përvodh ngadalë pas mureve të qytetit, hyri në kishë dhe hëngri gjysmën e dhjamit. "S'ka gjë më të shishme se ajo që hahet vetëm", tha macja me vete, duke e lëpir mustaqet. Ishte shumë e kënaqur me dredhin që kishte sajuar. Sa po shkoi në shtëpi, Miu e pyeti: "Me ç'emër e pagëzuat foshnjën?" "Gjysma", u përgjigj macja gënjeshtare. "Gjysma? Çfarë thua? Këtë emër nuk ma ka zënë veshi që kur kam lindur. Vëbas që këtë emër nuk e ka asnjë fjalor emrash." Macja djallëzuar lëpiu sërish buzët me dhjamin e shishëm. S'kaloi shumë kohë dhe macja nepsqare nuk mund të rrinte pa njomur përsëri buzët me dhjamin e shishëm. "E treta e vërteta", i tha ajo Miushit. "Më duhet të shkoj përsëri për pagëzim. Kotelja ishte në ngjyrë të zezë dhe me putra të bardha. Vetëm ta shikoje. Tër trupi pisizi me putra të bardha, por e kjo ndodh vetëm një herë pas kaq vitesh. Do të më lejosh të shkoj edhe këtë radhë, si thua?" "Nisja, gjysma", tha Miushi menduar. "Më duken të çuditshëm këta emra." "Po ja ku rri gjithë ditën brenda në skutën e errët me atë bishtin tënd të gjatë, çfarë do të dish më shumë? Dhe shiko, mundohu të zësh ndonjë furtare të zezë, atë bëj ti." S'kishte ç'të bënte Miu i gjor, si ja bënte fjalën dyshmikeshës së tij. Ndreqi shtëpinë ndërsa macja i dha fund dhjamit në kishë.
Më shijoj aq shumë, tani s'ka më. Dhe unë e mblodha mendjen, foli Macja me vete, dhe pasi lëpiu buzët mire ngopur me barkun plot, priti derisa u errësua dhe mori rrugën për në shtëpi. Natyrisht Miu kurështar e pyeti menjëherë për emrin që ja kishin vënë hoteles së tretë. Prap se prap nuk ka për të pëlqyer, ja ktheu Macja me dredhi. Ja vura emrin Sosja. O, të gjitha no hiç fare. Sosja, u çudit Miushi. Një emër nga më të çuditshmit se kam para as dëgjuar askund. Ç'kuptim ka ky emër? Pasi tha këtë fjalë, Miushi tundi kokën dhe u struk në skutën e tij dhe fjeti. Natyrisht, tani Mace nuk e thëriste askush më për pagëzime. Erdhi dimri me acar për jashta, s'mund të gjej asgjë për të ngrënë. Miu t'i ra ndërmend dhjami dhe i tha Maces: "Eja Mace, të shkojmë tek qypi me dhjam. Bëm mirë që e kemi ruajtur për këto ditë të vështira. Do të na shijoj shumë në këtë dimër të ftohtë." "Si urdhëron," ja ktheu Macja. "Do të shijoja shumë tamam sikur të lëpish qelçin me gjuhë." Kështu, Macja dhe Miu morën rrugën dhe por sa arritën tek altari, vërtet e gjetën qypin aty, por ai ishte bosh. "Aha," tha Miushi i zhgënjur. "Tani po e kuptoj se çfarë ka ndodhur. Dhe çfarë mikeshe paskam. Ti ma punove kur shkoje si kumbar për pagëzim, një herë nisja, pastaj gjysma." "Mbylle gojën," ju hakërrye Macja. "Edhe një fjalë dhe të përlava të tërin." "Sos," deshi të thoshte Miu i gjor, por nuk arriti ta soste, sepse fjala i ngeci në gojë. Macja ju hodh menjëherë dhe e përlau të tërin. Ja, e shikon, kështu ndodh edhe në botë.